Prej një foto në Korit në përballjen më të madhe në glob. Dikur ishin bashk në një fotografi, e tash kundërshtar në finalen e Kupës së Botës. Në vitin 2007, Messi, atëherë 20 vjeçar, pozoi me një foshnjë 5 muajshe. E ajo foshnjë ishte Lamine Yamal. Fotografia u bë për një kalendar bamirësie. Pastaj u harrua krejt. Pas asaj foto, Messi u bë një legjend. I fitoi gjithçka që ekzistonte. Ndërkohë, ajo foshnjë u rrit, u fut në La Masia, u bë lojtari kryesor në Barcelonë dhe tash po e synon Kupën e Botës. Sot Messi e udhëheq Argentinën. E Yamal është arma kryesore e Spanjës. Njëri po kërkon fund perfekt, e tjetri po kërkon me e fillu epokën e tij. A peshe? Messi dikur e mbante Yamalin në dur, e tash po luftojnë që njëri prej tyne me majt në dur Kupën e Botës.